Do t'i shikoni në për video, do t'i shikoni në çdo video që do edhim, sinqerisht njerëzit sikur i sollëm shpresën, sikur jo që ma të frikën. Qanin me lot në sy. Na ndaloni rrugës, na jepnin ujë, na jepnin bidona me ujë, prandaj nuk e di. Është fantastike ajo që ka bërë diaspora sot. Dhe mbasi ne kemi bërë rrugtimin nga Dogana deri në Tiranë, na bashkoshin, na ndalonin rrugës dhe bashkoshin bashkë me ne. Do me thënë, ju e shikoni vetë, shikoni më mirë se e shikoni me drone se sa popull ka sot këtu. Janë zi tebrin Shqipërisë. Ma vje keq për ju patronazhistët që ju erdhi fundi, nuk do keni me suflaqe, po s'kam çfarë të bëj. Nuk kam sinqerisht çfarë të bëj. Ky është vendimi i popullit dhe meritoni të gjithë tradhtar, meritoni atë dënim pe tradhtari, pe patronazhist. E më miro. Si dolën? Unë jam këtu në universiteti, se nuk ka linja ati. E dima e kishte bloku shkardata. Dhe i kishte bloku, nuk dilnim dot live. I ka bloku Bona të ca gjitha. video, ca postimi, i ka bloku të gjithë valët. Tashi jam me VPN, me eSIM, se ndryshe nuk zëjnë valët, edhe me Vodafone. Yllë bode, halal qoftë. Bravo, që të gjithë. Halal qumë shinonë në splako. Më rënë qëtë të njëshi komplet. Kam dalë që në 6:30 tu. Diaspora, vla, Gjigjo, frate. Unë isha, pajten. Normale. Unë isha. Me gjitha të ju- është fantastike. Shiko, nuk mund ta përshkrush atë përveç se ta përjetosh. Do t'jesh tu. Unë ju përshëndes ju pullfort. Aro, Gjigjo, Rush, të përqafoj, poshtë Rama. Ciao, vllai. Ciao. Amin, ciao. Fratello, love you, fratello. O jam, si jam? Jam i lodhur, vlla, sinqerisht jam shumë i lodhur. E kuptoj. Jam i lodhur se edhe nga ato bërtitjet, edhe me atë megafonin që e morëm rrugën që në stacioni i trenit e derisa erdëm këtu, edhe sinqerisht më dhe mi mbrinjit se duhet të thuaj ato. Dhe edhe pa gjumë, vlla, tani kemi 2 ditë, kemi bërë të paktën që atje ku nisëm ne kemi bërë 1600 kilometra. E kuptoj. Pa gjumë, dje vajtëm në hotel në Ulqin, vajtëm në orën 3:30 të natës. Fjetëm 2 orë, në orën 7, 6:30 u zgjuam, se duhet të dilmim në orën 8. Prandaj jemi të sinqerisht të dërmuar. Ju bravo, ju qoftë. Gjimo, si po duket, më thuaj ti si po duket. Edhe Zoti ju dhan tjetër shëndet, vlla, dhe nuk e di, po ne që ju shohim nga distanca dukeni njerëzit më të bukur në botë, edhe me energjinë që keni dhënë atij vendi. Arjan, ardha juaj ka qenë fiks si ardha e Ismail Qemalit, vlla, po e 2026-s. Kështu që mos u dorëzoni, jemi gjithë me ju. Njerëzit po vinë, janë dhe do vinë dhe të tjerë. Nuk ka me këthim brapa. Nuk ka kthim brapa, vlla. Kjo është pak, po është e sigurt. Kjo është pak, po është e sigurt që s'ka kthim më brapa. Jo, absolutisht sinqerisht. Erdhi e Olsa. Njerëzit duhet kuptojnë që diaspora ka ardhur dhe deri tani po tregon qytetarisht. Redi. O Redi, Se kam bërë. E dhash atë adresin, e dhash dikujt dhe kam dhe këtë, kam dhe i tjetër të rejtë, bravo. Dil pasha se jam për udha. ajo e pashajt ishte kështu. Mori vend. Ua, e di, sot kam qarë 3 herë. Do me thënë, me lot në sy gjithë ditën, të gjithë ata që nuk mund t'i bashkoheshin të diasporës, nuk e di që emocioni ka qenë sot, unë nuk kam fjalë.
Unë e Nuk kam shpjegova fjalë. pak Olsa ta thash që të gjithë njerëzit që na dilnin, na prisnin jashtë, na jepnin ujë, qanin, ja u thashe në live-in kur ishim sot. Dhe atë që ka bërë diaspora sot nuk e di. Nuk e di, shpresoj që ne të mos ziremi me njeri tjetrin për një politikan të korruptuar sepse do jetë turp i Jo, jo. madh. Prandaj Jo, asnjë përçarje, të gjithë janë për një qëllim, asnjë përçarje, të gjithë kanë të njëjtin qëllim. Ata që kanë me hile ose ata që kanë qëllime të gabuara, do psojnë njëjtën ç'a do psoj Rama, kështu që jo, kjo Më vërtet, unë bashkangjitem mendimit të Olcës. Shumë drejt. kjo pa diskutim që do ndërgjegjësoj politikën shqiptare sepse politika shqiptare duke parë që populli shqiptar reagon në këtë mënyrë, nuk ka me vend për njerëz të korruptuar. Kupton, njerëz që do shesin vatanin, se nuk i le me njeri. Do me thënë, e kanë marrë në dorë vërtet, e kanë marrë në dorë shqiptarët. Kaq. po këta sufllaqe xhin, domethënë që për një sufllaqe dalin shajm ata që protestojnë. Këta do sensibilizohen apo ç'a do bëjnë këta? I duhet pak Olca, po do sensibilizohen dhe këta, se s'ka po e qajnë. Top. I- Dhe i marroj dëgjo. sufraqe atyre. I thuaj të vinë këtu po të duan. 24 Oni orë proteste keni sufraqe pa lek, o sufraqe gjithë. 24 orë i kanë dhënë afat. Tani shpresoj ta ketë marrë mesazhin sepse i thoshte mediave të huaja që kanë qenë Po pra, tani ç'a do i thoj? Olsa,